34 vjeçari Eugene Drazhi është ekstraduar nga Spanja drejt Shqipërisë pas shpalljes në kërkim ndërkombëtar nga SPAK për trafik droge në kuadër të operacionit të koduar ura. Në muajin prill, GKKO me kërkesë të SPAK caktoi ndaj tij masën e sigurisë arrest në burg për trafikim të lëndëve narkotike në Norvegji dhe Belgjik, si dhe për pjesëmarrje në një grup të strukturuar kriminal. Eugene Drazhi, pjesë e grupit të drejtuar nga Elvis Doçi, i njohur si Visi i Pojës, u arrestua më datë 8 gusht nga autoritetet spanjolle në një shtëpi luksoze në qytetin e Granadës. Sipas hetimeve nga policia shqiptare dhe spanjolle, Drazhi rezulton të ketë qenë personi i fundit që ka takuar Miklovan Dakajn, i cili u zhduk në maj dhe u gjet i vdekur në fillim të shtatorit në Marbella të Spanjës. Më herët SPAK i kishte sekuestruar Eugene Drazhit, firmën Majestic Construction dhe 9 prona të tjera në kuadër të operacionit Ura. Antimafia italiane dhe SPAK në maj të këtij viti finalizuan operacionin Ura, i cili kishte në fokus 3 grupe të krimit të organizuar me aktivitet në trafik ndërkombëtar droge, pastrim parash dhe shpërdorim detyre.